nderuar, mirëmbrëma. Mirëqofshi dhe mirë se erdhët në emisionin VIP Intervista, emision ky i cili ka rrjedhë të drejt për drejt. Mysafir sonte e këtij emisioni është zoti Gjavit Zariqi, kryesues i Kuvendit Komunal të Ferizajt dhe njëkohësisht nën kryetari i Degës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Ferizaj. Zoti Zariqi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Së fundi, qytetarët të Ferizajs dhe më gjërë mësuan për disa ndryshime që ndodhen. Ju lëshuat partinë e mazhorancës, kaluat e një parti opozitare dhe njëkohësisht partia shumicë tentoi tu shpalte vetë besimin, por nuk i arriti. Çfarë janë komendet për këto lëvizje të fundit juajat? Po, besoj që opinioni Ferizaja po edhe më gjërë është i njoftuar për lëvizjet politike që kanë ndodhur. Dijej se Partia Demokratike kishte zgjedhje partijake dhe nuk ishte një proces i rregullt dhe i mirëfillt ashtu siç duhej të ishte. Dolën disa struktura të Partisë Demokratike nga ato zgjedhje që realisht për mendimin tim nuk do të duhej të ishin në krye të partisë, respektivisht të Degës së partisë në Ferizaj, dhe krejt kjo bë kinse në emër të reformave, por megjithatë kishte diçka tjetër, u futën struktura të reja, të cilat për mendimin tim kanë shumë pak të bëjnë me politikën e Partisë Demokratike dhe me Partinë Demokratike sa i përket anës publike. Kështu që erdhi deri te një pakënaqësi në kuptimin e elektoratit Partisë Demokratike, të shumicës së Partisë Demokratike, sepse unë besoj që ata që janë sot në krye të Degës nuk e përfaqësojnë shumicën e Partisë Demokratike në Ferizaj, dhe në një farë forme unë dhe jo vetëm unë që ishim ndër të parët e Partisë Demokratike në Ferizaj, u lam anash strukturave të Partisë Demokratike, në një farë forme të papërfillshëm, ose më mirë themi të padëshirueshëm për strukturat aktuale, dhe kjo jo që ndodhe në zgjedhje, po kjo kishte ndodhe dhe shumë më herët, ka dikon, më falni, 4-5 vite që një veprimtari e tillë brenda Partisë Demokratike që veprante jashtë strukturave dhe binte diktate për marrjen e vendimeve, dhe unë personalisht, po edhe disa kolegë tjerë, nuk kemi pajtuar asnjëherë. Dhe kjo e fundit që unë jam të rreq nga Partia Demokratike, dhe më thonë, ka ardhur si pasojë e shumë reagimeve të mia brenda partisë për të penguar disa veprime jo të rregullta, jo të ligjore, jo edhe të moralshme, dhe në pamundësi për t'i penguar erdhi edhe deri te një kuvend që ndryshoi gjithçka në parti. Kënë kupton se ju e humbët luftën nga brenda? Absolutisht po, unë nga brenda e pranoj se kam humbur luftën, sepse përkundër përpjekjeve të mia është instaluar një koncept krejt tjetër politik që për mua ka qenë gjithëherë i padëshirueshëm dhe edhe sot është i padëshirueshëm. Nuk e vlente guximi për të marrë drejt për drejt me sfidat, me probleme? Absolutisht, guximi nuk ka munguar asnjëherë. Unë i kam shpreh, i kam thonë, i kam kundërshtuar, po megjithatë ka qenë instaluar aty një rrjet që e ka qenë e pamundur me ndryshu. Megjithatë përplasja më e madhe me ish partinë tashmë, ju ndodhi në momentin kur mazhoranca tentoi që të ndërronte kryesuesin e kuvendit dhe ju për një çik shpëtuat, apo të them për një vot a 2 vota që ishin prapë të partisë suaj të mëparshme. Si komentoni ju këtë? Unë nuk mund të them se përplasja më e madhe, partia në qeverisje komunale ose partia në pushtet ka shumicën në kuvendin e komunës së Ferizajt dhe normal pas të reqësime nga partia kanë synu që përsëri ta kenë kryesuesin, mirë po partia në fakt ka harru se kryesuesi nuk zgjidhet vetëm nga partia, po zgjidhet nga kuvendi, nga tërësia e kuvendit, dhe paraprakisht dijej edhe për opinionin dihet se unë jam zgjedhur me gjitha votat e kuvendarëve të komunës së Ferizajt si kryesues,
pa marrë parasysh se kam qenë i Partisë Demokratike, domethënë jam votuar nga të gjitha partitë. Dhe konsideroj që Partia Demokratike ka qëndruar ta ketë në konsiderat këtë çështje se komunës partia që merr shumicën e zgjedh edhe kryesuesin. Jo, absolutisht. Kryesues mund zgjedhet secili antar i kuvendit komunës. Pavarësisht nga cila parti vjen, mund të jetë edhe i pavarur, po duke i marrë shumicën e votave të kuvendarëve ose antarëve të kuvendit komunës. Kështu që ndodhe ajo që ndodhe, bën përpjekje që në një formë të mos më pranonin si kryesues kuvendi për arsye se kanë shumicën, por nuk ja arritën dhe megjithatë proceset vazhdojnë. Unë nuk konsideroj që ka pas një inat personal, ka qenë synimi tyre politik, nuk e kanë arrit, por duhet pajtohen, sepse... A është qetësuar tashmë ky konfiguracioni i forcave në kuvendin komunal të Ferizajt? Unë mendoj se është qetësuar, sepse nuk ka arsye të mos qetësohet, përkundër kësaj unë pavarësisht që jam në Aleancën për Armiqërinë e Kosovës, unë konsideroj veten edhe kam qenë dhe do të jem gjithmonë institucionalist, unë i përfilli institucionet dhe i respektoj në maksimum, jam bashkëpunues, pavarësisht që kryetari është nga Partia Demokratike, bashkëpunojmë për çështjet të kuvendit, për rendin e ditës dhe do të bashkëpunoj sa herë që të kërkohet, por nuk i imponohem absolutisht si kam imponuar edhe kur kam qenë Partinë Demokratike, si imponohem edhe sot. Zoti Zariqi, partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tashmë nivel qendror në disa komuna është përcaktuar për kandidatët për kryetar tashëm apo për pretenduesit e kryetarëve të komunave. Përflitet shumë se Xhavid Zariqi do të jetë kandidat i Aleancës për kryetar të Ferizajt në zgjedhjet e vjeshtës. Cila është e vërteta? Çfarë mund të thuani? Mund të spekulohet gjithçka, por megjithatë një vendim definitiv nuk është marrë akoma në parti. Secila parti ka organet e veta, mrena strukturat e veta dhe ka edhe rregullat se si bëhen përcaktimet ose nominimet, qoftë për kryetar degë, qoftë për kandidat për kryetar komune, qoftë për pozicione tjera. Dhe ne në degën e Ferizajt akoma s'kemi arrit në këtë nivel për të bërë përcaktimet adekuate. Domthon është shumë frek që kemi përfunduar zgjedhjet. I keni shëstimet e para tashmë llogaritë e para. Kemi përfunduar zgjedhjet partijake, i kemi zgjedhur strukturat e degës dhe normal si çdo parti tjetër jemi në para përgatitje për zgjedhjet lokale që do të marrin sigurisht në vjeshtën e këtij viti, edhe pse s'është përcaktuar akoma data e saktë, po bazë gjitha parashikimeve mund të marrin sepse edhe është orari rregullt 4 vjeçar që duhet të bëhen zgjedhje lokale. Xhavid Zariqi do të jetë kandidat i Aleancës për kryetar të Ferizajt? Xhavid Zariqi mund të jetë edhe mund mos jetë vazhdimisht nga vullneti i partisë, edhe nga vullneti i liderit partisë, po edhe i strukturave të degës partisë. Në momentin kur ju keni kaluar në Aleancë, nuk është biseduar kjo kandidaturë? Absolutisht nuk ka pas së kushte. Është biseduar për shumë çështje tjera, po nuk ka qenë diçka që është biseduar konkretisht për këtë. Do të thotë ju nuk e mohoni këtë mundësi? Unë nuk e mohoj, sepse nëse dega e parashes që unë mund të jem, absolutisht nuk e përjashtoj një mundësi tillë, po deri më sot nuk ka diçka zyrtare. Dega do të dalë me kandidatin e vet siç doli në Prishtinë. Sigurisht që do të dalë, edhe atë besoj që shumë shpejt do të dalë. Mund të jetë diku 2-3 javë maksimumi, do të jetë nominimi i kandidatit, po që s'mund tham emrin sot. Pse më herët? Pse më herët dini me kandidat? S'është më herët, është koha me ditë kush është kandidati. Shumë parti kanë përcaktuar veç. Partia ta din me elektorati. Si? Partia apo elektorati duhet ta din kandidatin më herët? Jo, elektorati duhet ta di kandidatin më herët, partia mund ta di edhe sot, po unë thash, aspekti zyrtar sigurisht do të ndodhë dikon më 2-3 javë. Edhe ne të kthehemi bashkëpunimit juaj që e keni me grupet e ndryshme parlamentare aty brenda kuvendit me çështjet që procedoni e patën sfundi edhe një patate bukur të nxehtë çështjen e zonës industriale në Prelez. Si rodhi kjo krit? Unë lirisht më them se që nga viti 2000 kur kam qenë për herë të parë antar i Asamblesë Komunale ose i Kuvendit Komunal të Ferizajt, e deri më sot
në vazhdimsi kam pas marrëdhënie të mira me të gjitha grupet parlamentare. Shumë vite kam qenë shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kam pas raporte me të gjitha grupet, me të gjithë anëtarët e kuvendit, në secilën përbërje ose legjislacion, edhe me këtë të fundit kam raporte jashtëzakonisht mira, sepse dallimet politike ose partijake nuk duhet shkohen deri në atë shkallë që të mos kesh edhe raporte njerëzore, miqësore, shoqërore. Unë i kam rujt me të gjithë dhe besoj që do t'i ruaj edhe në vazhdimsi, pavarësisht se ku do t'jem ose ku jam, sepse politika ndrojnë ose partit në pushtet shkojnë e vinë, partit ekzistojnë sot, nesër mund mos ekzistojnë, mund vinë partit reja, por ne jemi këto dhe ne duhet bashkëveprojmë si qytetarë rrallëpare, pastaj si politikë. Rasti Prelezit? Rasti Prelezit, unë mund të them lirisht që për mua ka qenë pak i politizuar, pa arsye, gjithsesi, sepse ka qenë nga fshatarët? Edhe nga fshatarët, ndoshta edhe nga politika komunale. Kur thoni nga politike komunale, keni nuk e kam fjalën për partinë, nuk e kam fjalën te partia në pushtet ose në qeveri, për arsye se ka qenë një proces jashtëzakonisht i gjatë, ka qenë një vendim paraprak i kuvendit që të përcaktohen zonat për zhvillimin e biznesit ose zonat industriale. Është marrë ai vendim, janë caktuar ato zona, pastaj ka qenë një konkurs apo si lloj tenderi për bizneset që janë të interesuara për zhërem ose për bizneset reja, dhe ka qenë një vendim gjithashtu paraprak i kuvendit që të mbështeten bizneset për arsye të zhvillimit të tyre më të lehtë, dhe gjithsesi është interes edhe i komunës edhe i gjithë qytetarëve. Një komision i përbërë nga të gjitha partitë politike, ka punu muj me radhë, bile mund të them afërsisht një vetë, ka pas nga Komiteti për Politikë e Financa disa herë kundërshtime në kuptimin e asaj që janë kërku kritere më të sakta, më precize, më të pranueshme për vendimin që do duhej merrej. Kanë konkuru disa biznese, disa prej tyre nuk i kanë plotësuar kriteret me dokumentacionin që është kërku, ato që i kanë plotësuar janë trajtuar nga komisioni, janë vizituar, edhe absolutisht në mënyrë unanime komisioni i përbërë nga të gjitha subjektet politike ka dalë me një propozim në radhë parë në Komitet për Politikë e Financa, pastaj edhe në Kuvend. Në ndërkohë, domethënë pa njohurinë time, besoj edhe pa njohurinë e shumicës edhe delegatëve, kishte ndodhur një peticion që unë nuk kam qenë i njoftuar nga qytetarët e fshatit Prelez, dhe është dorëzuar në administratën komunale, në sportelet. A ka qenë dorëzimi i rregullt? Dorëzimi kishte qenë i rregullt për faktin që u verifiku gjatë seancës, nëse jeni në dioni, është kërkuar, domethënë. Por jo dhe te grupet parlamentare. Por grupet parlamentare unë nuk mund t'jap as pohem se nuk e di. Unë e di që te unë si kryesues nuk ka arrit, edhe pse ishte dorëzuar zyrtarisht në sportel. E ka fshehur qëllimisht dikush kujton? Tash kjo është çështje që hipotetike. Duhet ndoshta të analizohet e studiohet, a me qëllim apo pa qëllim nuk është shumë e rëndësishme. E rëndësishme që deri te kryesuesi i kuvendit një peticion i tillë nuk është arrit. Po edhe derisa është marrë mbledhja e Komitetit për Politikë e Financa, që është rregull se mbahet një javë para kuvendit, një njohuri tillë në komitet nuk e kemi pas. Nga askush. Dhe në ndërkohë ka dalë se ka arrit një peticion, është trajtuar me strukturat qeverisë, respektivisht me kryetarin e komunës, nuk di se çfarë vendime janë marrë, por në kuvend u tha se zyrtarisht do duhej në radhë parë të merrej një vendim për peticionin, është i rregullt, i pa rregullt, i pranueshëm, i pa pranueshëm, gjë që bazë ligjit kështu edhe është. Po derisa e konteston kjo vendimin? Absolutisht s'mund ta kontestoj për faktin se peticioni i fshatarëve ose i qytetarëve të fshatit Prelez për mendimin tim është i pabazuar. Pjesa dërmuese e hapësirës komunale që është pranë shtëpive tyre ose afër oborreve tyre është e paprekshme. Prapë është në shfrytëzim të tyre në çfarëdo forme.
Hapësira e cila është nda për biznese është në anën e majt të rrugës ose magjistrales Ferizaj Prishtinë, që nuk ka shtëpia të fshatit Prelez. Megjithatë Preleza si thonë se ka nevojë për varreza. Ajo është vetëm në pjesën katastrale të fshatit Prelez, por realisht nuk e prek fshatin si fshat. Edhe sido që t'jetë, ai vendimi ku vendit është marrë, është legjitimuar edhe nga Ministria e Pushtetit Lokal, nuk është kontestuar nga asnjë nivel i shtetit ose i qeverisjes, dhe absolutisht mendoj se duhet veprohet me tutje konform vendimit marrë. Pa e cenu ose pa e prek interesat e qytetarët të Prelezit. Kujtoni që fshatarët e Prelezit janë të keq informuar, janë të politizuar? Unë mendoj se janë pjesë e dërmuese, janë të manipuluar. Janë të manipuluar për faktin se unë mendoj se është interes edhe i tyre hapja e bizneseve afër fshatrit. Sigurisht që shumë bizneset do ta kenë interesin të kenë punëtorët afër, mund të punësohen një numër i qytetarëve nga ai lokacion ose komunitet. Dhe nuk, për mu personalisht, nuk di çfarë të kishija sjell, pos asaj që mund të jetë pozitive. Zoti Zariqi, shumë kush nga vrojtuesit e zhvillimeve nëpër komuna thonë se prej momentit kur kryetarët e komunave kanë filluar të zgjidhen drejt për drejt me votën e qytetarit, paksa i ka humbur rëndësia kuvendit. Në praktikën e juaj të deri tashme si kryesuesi i kuvendit komunal të Ferizajt, për njërës prej komunave treta me madhe në Kosovë, çfarë janë përvojat e tuaja në këtë aspekt? E vërteta është se ligjet në Kosovë kanë dualizmat të shumta, kanë interpretime të lloj-llojshme sepse kanë hapësira të pambuluara mirë. Dhe të pasqaruar. Dhe interpretohen varësisht nga interesat momentale të individëve ose partive ose grupeve. Në bazë ligjit për qeverisje lokale, kuvendi është organi numër 1, pastaj është komuna. Kurse në bazë kompetencave, kryetari ka kompetencat 95%, kuvendi ka 5%. Domethënë është një anomali, është një diçka e paqartë. Dhe është e vërteta që thoni ju se ju ka zbe edhe mundësia ose fuqia politike kuvendit edhe vendimarrja. Sepse në një formë partia në qeveri që e ka dhe kryetarin në qeverisje, vendimet i merr me lehtësi në kuvend për arsye se i josh me forma të ndryshme, duke ju premtuar, propozuar shumë gjëra që ndoshta ato vendime s'do duhet të kaloheshin. Por vendimet që kalojnë në kuvend pak përfillen nga kryetarët e komunës. Nuk e kam fjalën tash për Ferizaj, e kam fjalën sepse ne kemi pas seminare të ndryshme në kuadër këtyre bashkëveprimeve qeveri dhe kuvend në kuadër të Republikës Kosovës. Edhe vërtet kuvendet janë lënonash. Kryetarët e kanë rolin thujese mbretëror, që për mendimin tim është e padrejtë absolutisht. Dhe veprimet i bëjnë pa ndonjë brengosje për kuvendin, pa u lodhur shumë se çka mendojnë kuvendi, po megjithatë, nëse merret parasysh përfaqësimi i popullatës, a më i madh është përfaqësimi në kuvend apo te kryetari, megjithatë te kuvendi është më i madh. Kryetari mund të ketë 50% të votave të kuvendit, po megjithatë fuqinë e ka shumë më të madhe se kuvendi. E Komiteti për Politikë dhe Financa, trupat tjera të kuvendit? Komiteti për Politikë dhe Financa është një organ i detyrueshëm, domethënë obligativ. A e krijon gjithë politikën zhvillimore? Që e ka obligim të hartojë edhe politika zhvillimore dhe hartimin e buxhetit ose projekt buxhetit për vitet në vijim. Mirë po e kundërta ndodh prap. Për arsye se projekt buxhetin e propozon kryetari i komunës, e sjell në komitet dhe mundësit për ndryshim janë, për mos me thonë të pamundura, janë shumë minimale. Edhe atë vetëm në një vullnet mirë për ndryshim janë të pamundura. Dhe konsiderojnë që hartuesit e ligjit për vetë qeverisje lokale duhet të korrigjojnë shumë shka në këtë ligj. Nëse dojnë me qenë ma funksional
edhe me qenë ma praktik edhe ma i pranumshëm për shumicën e qytetarëve të çdo komunë mbrenda Kosovës. Por megjithatë ne duhet të veprojmë konform ligjeve në fuqi derisa ato të ndryshohen. Është bë kërkesë e vazhdueshme për ndryshimin e ligjit, sidomos për kryetarët e komunave. Mirë po kryetarët e komunave janë treguar më të fuqishëm në qeveri dhe as që e kanë lejuar të procedohet ai ligj. Është një ligj i propozuar që i rregullon shumë çështje, kryetarit i merren disa kompetenca ose i zvoglohen, nëse mund të them më saktësisht, nuk i merren, po i zvoglohen kurse kuvendi fuqizohet. Po kjo nuk është pranuar nga kryetarët aktual, edhe ndikimi i tyre ka qenë në qeveri dhe absolutisht nuk është proceduar. Për ndryshe, unë nuk mendoj që është mirë, nuk është interes absolutisht i qytetarëve që të veprohet kështu. Zoti Zariqi, është e pakalueshme të mos bisedojmë edhe për aspektin e disa ndërmarrjeve publike, këtu kompanive publike, që janë të lidhura drejt për drejt me shërbimet ndaj qytetarëve. Ka pasur shpeshherë shqetësime se atje ka politizim bordeve apo njerëz politizuar për partive në pushtet, aty qohën njerëz jo kompetent, jo profesional. Mandej ka mbi punësim, çfarë është realiteti, çka po ndodh këtu, si mund të përmirësohet këto shërbime? Realiteti është që ato ndërmarrje publike janë vetëm një vend ku pushtetarët ose qeveritarët punësojnë njerëz pas një kriter. E dyta që është më e rëndësishme, bordët janë jo legjitime për faktin se ju ka skadua fati ka mati. E treta, nuk kuptohet drejt çka është funksioni i bordit. Unë jo që po e tham sot, që nuk jam në qeverisje ose në parti në qeverisje, po e kam thonë edhe në parti kur kam qenë. Bordi duhet jetë profesional, që harton politika zhvillimore për ndërmarrjen, që harton politika kreative, që udhëheq ose emëron në një formë drejtorin e ndërmarrjes ose menaxherin e ndërmarrjes, që e mbikëqyr dhe që nuk lejon keqpërdorimin e atë ndërmarrje. Kurse këto leje që s'lejon, po vetë bordi bën. Vetë bordët aktuale për çdo ditë thuje se dërgojnë punëtor për interesa politike, pa profesionalizëm, pa nevojë, e kanë mbi popullu të dy ndërmarrjet, qoftë pastërtin, qoftë hidrohigjienën me punëtor. Dhe absolutisht ata punëtor nuk e mbulojnë vetveten për punën që bojnë, sepse shumë prej tyre as që shkojnë punë vetëm janë të evidentuar për të marrë paga. Bile mujve të fundit kjo çështje u intensifikua dhe më shumë për të josh qytetar për vot, për të rujt votues e vet fanatik që kanë nga frika se pe humbin pushtetin, duhet fusim sa më shumë njerëz punë që ta ruajmë. Unë nuk e di se ku na çon kjo rrugë, po e di që kështu nuk mund të ecet dhe këto të dy ndërmarrje publike sigurisht që janë të falimentuara që sot, sepse nuk mbulojnë vetveten me të hyrat. Komuna intervenon në pastërti, jep para her pas here, prap janë në minos dhe janë në minos të madh, aty ka keqpërdorime jashtëzakonisht të mëdha, nuk ka menaxhim absolutisht normal, absolutisht nuk mund pranohet një menaxhim i tillë çfarë ndodh aty, kurse sa i përket pastërtisë qytetit e dim gjithë dhe e shohim për çdo ditë. Por kjo është logjika e pushtetarëve dhe pse nuk e keni shtruar? Ju jeni numër 1? Ne kemi kërkuar, shiqo, nuk mvaret prej meje, pavarësisht jam numër 1. Unë thash unë rëndën e ditës e bëjmë bashkëpunim me kryetarin sepse edhe ligji kështu na obligon. Është kërkuar disa herë në kuvend që të raportohet nga ndërmarrjet publike, nuk është raportuar sepse thirrën se ndërmarrjet publike nuk janë të obliguara me ligj të raportojnë në kuvend, dhe unë saktësisht s'mund ta them se a qëndron apo s'qëndron kështu me ligj, po e di se me ligj kuvendi zgjedh bordin. Dhe derisa aksionari i pjesës më të madhe të atij kapitalit të atyre aseteve komuna. Në këtë rast 3 komunat, me qenë se janë kompani rajonale. Në kompani
janë kompani rajonale, po pjesa dërmuese e aksioneve janë të komunës së Ferizajt. Domthonë 85% janë të Ferizajt, kurse 15% janë bën pjesë me Kaçanek, tjetra me shtime. Po është çështja që kush është i interesuar për kapitalin e komunës? Absolutisht kërkush. Ne kemi sot një komunë 13 vjet pas lufte, që është qeverisë nga partitë të ndryshme, s'du të merrem me parti, du të merrem me ata që kanë qenë kry. Dhe komuna sot nuk e di absolutisht pasurinë e vet. Komuna nuk ka evidencë se çka posedon si institucion. Nuk di sa ka lokale, nuk di sa ka sipërfaqe toke, nuk di sa ka banesa. Nuk i din, absolutisht nuk i din, s'paku kështu në është përgjegj pas kërkesës që është bërë që të raportohet në kuvend. Nuk kemi evidencë. Edhe vrejtjeve. Dëma nuk kemi evidencë. A ka, s'ka, unë s'jam profet me ditë. Po unë e di që nuk është prezentu dhe përgjigja ka qenë se nuk e kemi. Dhe derisa lejohet 13 vite të keqpërdorën pronat e komunës nga qytetarë të pandërgjegjshëm për mu, bile ndoshta është Tiranë me thonë qytetarë të pandërgjegjshëm, se edhe qytetarët e ndërgjegjshëm kur ju lejohet bëjnë veprime të paleqshme, po nuk është interesu asnjëri nga pushtetet e deri tanishme të ketë një evidencë dhe ta di se kush e përdor pasurinë e komunës. Kem banesa që janë të dhona me qeraka 2-3 herë, dikush dikujt e ato janë pronë e komunës. Dhe komuna nuk ndërmerr kur gjë. Kjo është po normal kryetari i komunës është, jo vetëm kjo aktual, kanë qenë edhe ata para prak. Se asa ta se kanë pas. Ju personalisht përgjegjësi dhe ju si kryesor. Unë nuk kam përgjegjësi sepse ka vite që kam kërku këtë çështje. Edhe nuk arrin me hyrje. Nuk arrin sepse gjithmonë në përgjigje s'kemi evidenca, do ta bëjmë, kemi filluar me bë dhe asnjëherë nuk përfundon. Kush duhet të mund të jetë paragjykim. Jo, unë mund ta shtoj çështjen kështu. Si mund ta quaj veten kryetar komune dikush kur pasuria e tij keq përdoret? A mund ta lejonte pasurinë e vet personale si krye familjar që t'ja përdor dikush tjetër e vetë i qetë. Sigurisht që do ta lejonin. Po këtu është thjesht pa interesim i pronës komunale, respektivisht mund të themi lirisht që ndoshta edhe me lejen e tyre është bë, që mos të ketë ndonjë evidencë rregull dhe të ketë me një farë forme përfitime nga personat e ndryshëm, e që është e saktë se ka dhe s'merret askush me këtë. Unë nuk jam të e thonë këtë nga mlefja, as nga ajo që jam dalë nga partia, kam thonë vite me radhë dhe kam kërku edhe kur ka qenë kryetar Bajrushi, s'ka ndodhur dhe ka ardhur agimi. Sigurisht që edhe është kohë e shkurtë që ka ardhur, ndoshta edhe s'ka pas mundësi, po megjithatë prap s'ka ndodhur. Edhe kur ka qenë Faiku s'ka ndodhur, edhe kur ka qenë Adem Saliu s'ka ndodhur. Domethënë nuk është marrë askush me pasurinë komunale. Edhe sot pasuria e komunës së Ferizajt nuk dihet në dorë të kujt është. Kjo është esenca dhe kjo është e saktë. E tham e saktë sepse nuk është moti kur e kemi kërku dhe përgjigjja ka qenë kjo, s'kemi evidencë. Është kjo papërgjegjësi? Është papërgjegjësi totale, absolutisht. Keq menaxhim? Papërgjegjësi totale dhe keq menaxhim. Edhe pse si duket në institucionet e Kosovës akoma s'është institucioni i përgjegjësisë në asnjë nivel dhe as në komuna. Po për mendimin tim ka vend edhe për prokurorinë, edhe për gjyqësinë, për gjitha këto, sepse një udhëhec, një kryetar komune, nuk është përgjegjës vetëm për atë që bën, është përgjegjës edhe për atë që s'bën, e që duhej bën. Kështu që shumë gjëra nuk janë shkruara për duhet veprohen. Dita e parë që e merr një post kryetarit komunës dikush, duhet ta di me çka menaxhon ai, me çka posedon. Çka ka brenda asaj që ai duhet ta ruaj, ta rrit, ta zhvilloj, ose çka ka brenda asaj që ai duhet ta eliminoj nëse është negative. Këto s'ka ndodhur deri më sot, po shpresoj që qytetarët i vlerësojnë gjitha dhe do të kërkojnë që të ndodhin, pavarësisht se kush do të jetë në qeverisje ose kryetar komune. Shpeshherë neve si gazetarë na ka rënë të dëgjojmë vërejtjen nga poshtë në adresë të krerëve komunal se shpërndarjen e investimeve nuk e bëjnë ashtu si duhet për lokalitetet caktuara, secili lufton për atë anën e vet, për atë pjesën e vet
Cili është realiteti kur janë pyetje projektet kapitale zhvillimore, sidomos infrastrukturë? Ka lokalitete të harruara nga kujdesi komunal? Unë mund të them me përgjithësi spaku aty ku kam pas ndikimin tim që jam mundu që të mos ketë lokacione ose lokalitete të harruara, përkundër që kam pas vështirësi është e vërtet. Dhe e vërteta tjetër është se zakonisht thonë ai që është ndërdardh, ha dardha, ose ai që është ndërmolla, ha molla. Sigurisht që kanë pas prioritet ndoshta edhe të parasyshëm projektet e disa lokacioneve që kanë pas qeveritar ose pushtetar mrena. Dhe kjo është evidente, nuk kem nevojë me egzageru shumë, po është e saktë. Ka pas vende që nuk kanë përfaqësues as në kuvendin komunal, as në ndonjë element të fortë në partitë politike, qoftë në pozitë, qoftë në opozitë, dhe në një formë kanë qenë të harruara. Unë këtu mund ta përmend faktin e fshatit Mirosal, që në një farë forme s'kanë përfaqësues as në parti politike, me ndikim as në qeverisje. Dhe në hartimin e projekt buxhetit për vitin 2013, për vitin që jem sot, domethënë vitin e kaluar kur është bë propozimi, ka qenë shumë e vështirë, megjithatë kongullësia ime ka bërë që të hynë një projekt për asfaltimin e rrugës prej rrugës që lidh Rahavicën me Ferizajin dhe shkollën deri te shkolla e Mirasalës, përkundër asaj që edhe asfalti edhe me tutje deri në Dardani është jashtëzakonisht i dëmtuar. Pa ajo pjesë ka qenë, për mendimin tim, nuk besoj që ka pas ose që ka në Kosovë ma keq. E kam fjalën për rrugë që janë pak më kryesore, jo për lagje të vogla. Derisa kam kërkuar nga komiteti që të hypi makina dhe shkojmë ta shohim terren, sepse kjo nuk mund të kaloj, pse ata s'kan askënd që t'i shtyjnë këto gjëra, të kaloj dhe të mbetet tonash pa u përfshin. Dhe kur e kanë pasur se vërtet është një diçka e saktë, e kanë pranuar dhe është fut. Po mund të them lirisht që qëndron kjo, jo ndoshta gjithherë edhe në tërësi, po ka edhe elemente të tilla. Zoti Zariqi, kjo ishte koha parapar për këtë emision. Ju falenderojmë për pjesëmarrje. Ju urojmë sukses në punë. Faleminderit edhe për juve, ishte kënaqësi. Gjithashtu falenderojmë edhe shikuesit që na ndoqën pra në këtë rrjet të drejt për drejt. I ftojmë që edhe me tutje të jenë me programet e televizionit Tema. Natën e mirë dhe mirupafshim javën ardhshme.